elegjia një çështje e brendshme e Partisë Demokratike të Kosovës dhe një çështje e jashtme. Shumë kur jemi tek pritshmëritë reale, shumë kush priti që Partia Demokratike e Kosovës ta bëjë atë përbashkimin, ta ketë limajn edhe nismën në xhirin e vet, në një mundësi që të ketë të dalë shumë më mirë në këto zgjedhje. Kjo nuk ndodhi, zoti Hamza. A ishte vendimi i duhur që të shkojë Partia Demokratike e Kosovës pa nismën kësaj radhe, ose eventualisht nuk u kalkulua tamam siç duhet? Ne kemi edhe sloganin bashk për para, po kjo bashkimi nuk do të thotë shkrirje të gjitha subjekteve në një subjekt. Gjitha ta që kanë vullnet, që kanë program, që kanë vizion, që kanë gatishmëri, janë të mirëpritur që të kontribuojnë në zhvillimin dhe përparimin e Kosovës. Sa i përket në këtë moment, do të thonë Partia Demokratike e Kosovës edhe herën e kaluar ka pas qëndrim edhe vendim që të shkoj e vetëm në zgjedhje, munden me pas të tjerë që garojnë mrena listës Partisë Demokratike të Kosovës, edhe kësaj radhe ka qenë kësaj. Dhe normalisht që koha është e shkurt, ka qenë shumë e shkurt, që me mujtë me ndodhë veprimet caktuara dhe me flajt diçka natyrshëm, kur të bëhet me qenë natyrshëm, koha ka qenë e shkurt, ne kemi avancu me listë, unë realisht nuk më pas, në thotë deri natën e fundit, diçka konkrete, zyrtare për takim. Për takim ka pas biseda periferike anësore, cilat unë i vlerësoj, sidoqoftë tashmë kjo është e tejkaluar. Partia Demokratike e Kosovës garon me listën e kandidatëve që janë prej 110-ve, subjekte tjera politike garojnë me listat e veta, dhe pas përfundimit të zgjedhjeve, ne jemi të hapur për me